Si s'pas ka konflikt interesi? Unë t'ja pleje dhe unë pasaj të kontrolloj. Ku është parë kjo? Është nonsens. Dhe normal që do ketë nonsense dhe gjëra të tilla kur kërkohet të qeveriset me akt normativ. Nuk qeveriset me akt normativ. Me shumë drejt u ngrit te akti numër 9, kemi problem shumë të madh cilin ne po e vuajmë edhe për atë çfarë po diskutonim më parë, që është shkeljet për due process. E drejta kushtetuese dhe përmbrojtjen ligjore me këtë akt normativ hidhen tokë. Pse? Komplet ankimimet që mund të bëjnë qytetarët i kthejnë thjesht dhe vetëm në akte formale. Një formalitet kot që unë nisa që në fillim, po e kthejmë gjithë shtetin në një formalitet bosh. Bëhet një ankimim pa efekt pezullues, thjesht dhe vetëm për të thënë që e ke drejtën për të bërë ankimim, por gjë nuk zgjidhti. Ne do të vazhdojmë detyrën tonë, ne do të vazhdojmë punën tonë, se kështu e mendojmë ne se kemi aktin normativ. Do të pezullon një të drejtë kushtetuese çdo qytetari. Çfarë sigurie juridike ka më në këtë vend?